SPAK ka nisur hetimet për të zbardhur takimet e pa autorizuara të disa zyrtarëve policor me të paraburgosurin për korrupsion Roven Zeka. Hetimi ka përfshirë marrjen në pyetje të paktën 2 shefave të komisariateve në kryeqytet, si dhe një drejtues të policisë, ndërkohë që është sekuestruar një pajisje telefonike dhe janë marrë deklaratat e personave përgjegjës për sigurinë në paraburgimin Minepeza, ku Zeka mbahej. Në kuadër të hetimeve, SPAK ka sekuestruar edhe kamrat e sigurisë për të hedhur dritë mbi natyrën e takimeve të realizuara me të paraburgosurin dhe qëllimet e tyre, si dhe të një telefoni. Një biznesmeni janë ushtruar kontrolle dhe janë marrë degarime me kërkesë të prokurores Elida Kaçkini si pjesë e hetimeve të vazhdueshme për këtë rast. Ky hetim vjen pas arrestimit disa ditë më parë të Roven Zekës, shefi i Komisariatit të Policisë Rrugore Tiranë, Sokol Novakut, shefi i hetimit të aksidenteve dhe oficerit të Policisë Rrugore Edison Tabaku. Ata janë arrestuar në akuzën se kishin marrë para për manipulimin e provave lidhur me një aksident rrugor. Për momentin hetimet janë ende në vazhdim nga SPAK për të zbardhur lidhjen e mundshme të këtyre zyrtarëve me aktivitete të tjera të paligjshme.